Jemi bashkë në Drive on D dhe ju e dini që na zakonisht nuk pritojna kur me fol për kinematografi, për art, për muzik, për mod, për kultur, për gjithçka që ka të bëj që në një farë lloj forme ose tjetër neve din me na relaksu kur i shohim, i dëgjojmë krejt këto projekte të cilat vijnë nga arti. Dhe kinematografia e Kosovës është duke shënuar edhe një tjetër sukses shumë të rëndësishëm në skenën ndërkombëtare. Është filmi i shkurtër, i metrazhit të shkurtër, From 6 to 5, nga 6 në 5, i cili ka me pas premierën e tij botërore në garën ndërkombëtare të edicionit të 72 të një festivali prestigjioz në Oberhausen në Gjermani, një prej festivaleve më të vjetra, më prestigjioze të filmit të shkurt në krejt botën. Dhe përzgjedhja në këtë konkurrencë, patjetër që këtë film e vendos në mesin e një programi shumë të jashtëzakonshëm, edhe po e thekson edhe nivelin që po e sjellin njerëzit e kinematografisë nga prodhimi jon vendor. Filmi vjen me regjin nga Erlis Beqiri dhe drejtor fotografie, producent Ardian Dubova, të cilët i kom në studio. Mirë se keni ardhur. Faleminderit Donika. Mirë se keni ardhur, uroj që je po ndiheni rahat. A mundeni fillimisht më tregu sa dallon kjo kur vini në për studio? Me promovu filmin ose diçka e ngjashme me skenat të cilat i realizoni gjatë filmit. A është kjo energji, po du me ditë? Jo, mendoj që është ndryshe, sa aty jemi mbrapa kamerave, këtu para është më ndryshe. Do më thonë, si jeni persona që doni me dol para kamerave, a? Mendoj që është një arsye pse jena mbrapa kamerave, kështu që Që shko me disponem fillimisht? tepër mirë, faleminderit shumë. Faleminderit për juve, faleminderit që keni ardhur. Është një kënaqësi shumë e madhe që filmi ka arrit një sukses për me marrë pjesë në këtë festival prestigjioz. Edhe pak minuta para se me hy live, Erlis më ke tregu që fillimisht për me pas mundësi që një film me pas suksesin e vet jashtëzakonshëm, duhet me marrë pjesë në për festivale ndërkombëtare. Por para se me dalë te krejt këto temat, çysh ka lind ideja për filmin dhe çka trajton filmi? okay. Faleminderit për pyetjen. Tash fillimisht kisha thonë që këtë projekti ka fillu prej ardit. Kë ka pas ka dashur me bëj një film sa i përket për diplom të fakultetit edhe Vjesh mos tanin. Edhe po ka dashur që më ka ardhur me idenë për me shkruaj një skenar. Në fillim ideja u kanë shumë e shkurt, ka qenë një ide 2 minutëshe. Edhe veç ka shku u zgjatë dhe tu zhvillu më shumë skenari. Ka fillu si diçka shumë e thjeshtë, si një skenë në fakt, që tash është skena hapse e filmit. Edhe masanej nuk e di, a i pëlqej shumë ideja, po veç Ardi tha që shkryje skenarin krejt se pe marrë shiritin edhe pe bujnë ata më në film të shkurtër që shdohet. Edhe po menoj që për se cilin film vjen si nevoj për me thonë diçka. Dë brendshme, po. Sidomos për vete tash po thëm për se cilin regjisor, po besoj është njëjtë. Edhe ky film ka ardhur pe nevojës tame për mi trajtu, si me thonë, këto ndjenja që na i shtypëm edhe veprimet që nashta mundën më kanë të eskalume, edhe çka kish ndodhur nëse na për një moment nuk i ndalim që ato veprime, po i lojna që ato mendimet tona ma intrusive me na i marrë të mirë. Që kësha pas qef edhe une me pas në dënjerë njëtën tem që t'liri, e mës me ndalë vetën. Po besoj që se cili qëtash që është duke na dëgju, e thot, wow, para mendu mës me ndalë ato mendimet e tua, mës me thonë, jo se që kjo nuk bën, jo se që kjo më sjell qështo, jo se që kjo më aprish imazhin, jo se kjo, dhe me thonë, me qenë spaku për një 6 muaj qaq t'lirë, sa që ka do që t'vjen në mendje të me realizo. Filmi e trajton këtë temë? Po besoj, është, si me thonë, është një moment eskalimi në film, si me thonë, shpërthim emocional, kisha thonë. Edhe thjesht këm dasht me pasë çka kish ndodhë nëse nuk i nalim që ato
që ato mendime. Po besoj që ka qenë vështirë, por sfiduese edhe për të mirë, me qenë edhe regjisore, edhe skenariste, por në njëjtën kohë edhe montazhere apo e filmit. Wow. Bravo Erlis, bravo. Uroj që ka dalë ashtu që te ke dashur. Po besoj që po, nuk kom pas kur të me thonë një ide që është realizu tamam që shë komendu edhe që shë kena vizualizu. Tamam që shukon në kokën ta me ka dalë edhe rezultati, kështu që... Pa tjetër. Arde, e përmendi Erlisa Shiriten. Pra, filmi është gjiru në 16 mm, edhe po du me ditë pse ke zgjedh këto, pse Shiriti. Më tregove që prej viteve 90-a në Kosovë nuk është realizu asnjë film me Shiret. Tregom pak qysh erdhi deri te përzgjedhja e Shiritave. Po, unë kom pas qefë gjithë me gjiru me Shiret filmek, edhe çdo drejtor fotografie ka këtë dëshirë, për arsye se luku që jep 16 mm ka këtë tjetër luk edhe është tepër ma organike, ma naturale. So mirë. Do më thonë, pikërisht ato që ati ke do është me qenë ma organike ka dalë në pa. Më tregove që nuk ke pas mundësi në Kosovë mi zhvillu, apo? Po, kjo ka qenë ndër sfidat më të mëdha, për arsye se kom dashur me shku në Berlin me vetur, për me ble Shiritën edhe për me zhvillu, për arsye se në aeroplan ose në kufi ka rreze X që kalojnë edhe mundet më djeg. Wow. Edhe për këtë arsye, kjo ka qenë ndër sfidat më të mëdha. Edhe është kosto pak më e lartë, po për kamerën filmike na ka ndihmuar Ilir Hasanaj, i cili ka xhiruar një dokumentar para 2 vite në Kosovë me Shiret filmek. Perfekt. Do më thonë, ky film është krejt i vetë financuar, nuk e marrë përkrahje nga institucionet ose nga bizneset e vendit, është gjithçka si financimi joti. Por, cila po beson ti që ka qenë sfida më e madhe për gjatë produksionit si drejtor i fotografisë dhe producent i këtij filmi? Sfida më e madhe ka qenë kjo... Vajtjardhja. Po vajtjardhja, por edhe para përgatitja për me dalë në xhirim. Për arsye se në film ka tepër pak mundesh me bë tepër pak takes, edhe nuk i minutazh çast madhe për me xhiru sikur në digital. Patjetër. Edhe duhet tepër me mirë mendu se cilin sen, se cilin kuadër, edhe na kena punu gati një 2 muaj në libër xhirimit, që kur dalmi në xhirim që me qenë sa më të sakt, edhe për me mujt mja dalë me qaq pak Shiret filmek sa na e kemi. Qysh ka qenë bashkëpunimi mes juve dëve, po du me ditë, edhe nëse mundesh me na tregu se kush është në rolet kryesore, e di që në disa prej emrave të njohur të skenës të vendit tonë. Po, tash bashkëpunimi, që shë përmeni edhe Arde, kena punu shumë në paraproduksion, edhe u kam punë shumë intenzive, gjithçka normali u duft me u planifiku me milimetra që në momentin që dalim xhirim mos me pas shumë takes edhe po mendoj që ka qenë edhe ma e mirë edhe ma e shnajshme edhe për produktin final, po mendoj që bashkë ajo që e kena dashur, bashkë ajo është realizu. Edhe po në rolet kryesore o kanë Astrid Kabashi edhe në rolin mbështetës është Eshref Durmishi. So herë përmendet emri i Eshref Durmishit, mu më kujtohet filmi Shok. Po. Edhe mbaj mend e kom pas një emision gjatë vikendit. Edhe nominohet filmi në Oscar. Do me thonë, kom qenë live në emision. Edhe mbaj mend kur e kom pa filmi Shok. Do me thonë, për mu ka qenë ta mërmendja që Kosova fitoj çmimin Oscar, tash u kry, me rëndësi jemi nominu, edhe i di filmi çfarë story ka tregu dhe gjithçka tjetër. A e keni këtë ndjenjë për këtë filmin e metrazhit shkurt për juve? A mendoni që do e kaloj kufirin tek ky festival në Gjermani i cili do të prezantohet? Arde?
Nuk i di, për arsye se edhe kur jena nominu, konë shumë surprizë, tepër e madhe, edhe kur më ka tregu, atë nuk konë diçka tepër emocionale, se është një ndër... Kjo është arritja ma e madhe, deri tash për juve, po. Ndërkaq, filmi sos gjatë, sa minuta është? 10 minuta. 10 minuta. Pas këtij festivali, me çfarë data do të prezantohet në Gjermani? Me 3 maj është premiera. Me 3 maj është premiera. Kur do të kemi mundësi këto filme po në Kosovë? Hajde, si vjet bojna me po. Po besoj që si vjet po. Kështu që po me data sigurt ende nuk e dim, po së shpejti. Cilat janë planet ardhje për filmin pas premierës? Do të merrni pjesë edhe në festivale tjera? Kemi me qenë në festival të Cannes, në Short Film Corner, 15 ditë pas premierës, që aty do ta kemi filmin në katalog, dhe do ta kemi edhe një screening të filmit, dhe e kemi mundësinë për mu taku me producer, edhe me pas të çka po mendojmë për filmin tonë, dhe jam shumë emocionuar për këtë. Po, patjetër që po, pra edhe një herë për krejt juve që jeni duke na ndjek këto momente, çka e bën veçantë këtë film, nuk është vetëm që pjesëmarrja në këtë festival, sepse po besoj që skena kinematografike kosovare po e dëshmon çdo ditë që kanë mundësi me mbri deri te këto arritje, deri te këto ëndrat e juja që i keni, po e bën veçantë edhe qasja estetike, teknike, e cila që tha dhe ardhjo është i gjiruar tërësisht në formatin 16 mm, edhe është rikthimi shumë i rrallë në përdorimin e shiritit analog në vendin ton. Une mezi po pres me po, e di që ka njerëz që ju keni tregu këto filmin e ju, kështu që e keni shoqni, po keni thonë mos ja tregoni kërkojna se s'bën mu po. Uroj që shumë shpejt ku mu po pjesë ati grupi që me po qatë filmin e ju i 10 minutësh. Përderisa ju uroj shumë sukses në festivalin ndërkombëtar, që njihet si një prej festivaleve ma të mira për filmin e metrazhit të shkurt në Gjermani, dhe shpresoj që pas premierës do të keni mundësi mi mbri ëndrat e juja, dhe që herën tjetër në studio komi ju pas për me më tregu për filmat e metrazhit të gjatë të cilat keni mi sjell. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, kënaqësi që ju pata në studio. Po besoj që në rrjetet sociale kanë mundësi dëgjuesit edhe shikuesit me ju gjetë me emrin e filmit, apo From 6 to 5 keni qenë ndonjë faqe? Ende nuk kena qenë kurfar faqe, po shumë shpejt? Po besoj i shkoj mirë, nuk i di. Të lutem. Atëherë pa tjetër që keni mundësi me roa në kontakt edhe me Ardian Dubovan si dhe me Erlis Beqiri. Faleminderit, kënaqësi që ju po ata dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.